Klubi Rotari në Ferizaj edhe këtë vit akademik do të ndaj bursa për studentët e komunës së Ferizajt, nga 22 sa ishin vitin e kaluar, falë për kushtimit të antarëve të klubit dhe zemërgjërësisë së donatorëve. Si vjet do të ndahen 31 bursa. Sekretari i klubit Gani Berisha tregoi për kriteret që duhet përmbushur nga ana e studentëve për të qenë përfitues të këtyre bursave. Ai theksoi se përparësi do të jepet studentëve me gjendje më të rëndë ekonomike dhe që vinë nga viset rurale. Nga 22 bursa vitin e kaluar, kemi arrit të bëjmë deri tani 31 bursa të konfirmuara për këtë vit. Kurse kur është fjala për kriteret janë parapo në statutin cilin e kemi bërë për dhënien e bursave si klub, dhe ato janë paraqitur janë të njëjta sikur në shkollë. Domethënë duhet të jenë student të rregullt, të cilët dojnë universitet në Kosovë, të dëshmojnë që janë të regjistruar në vitin aktual si student, të paraqisin notën mesatore. Pastaj gjithashtu nëse mendojnë se gjendja ekonomike e tyre nuk është e mirë, duhet një dëshmi një farë mënyre ta bëjnë nga kryeplaku, kryetari i fshatit apo i rrethit ku jetojnë. Dhe qëllimi i bursës ose prioritet ju kemi dhënë studentëve të cilët studiojnë në universitete të cilat janë më të nevojshme, sidomos për Ferizajin, domethënë ju kemi dhënë përparësi atyre fakulteteve të cilat janë më deficitore, por të njëjtën kohë në kushte të barabarta do ta shikojmë edhe largësinë. Nëse janë nga fshatrat, atëherë do të kenë përparësi. Berisha tha se klubi Rotari po synon që t'u mundsoj vazhdimin e shkollimit personave me gjendje të vështirë ekonomike, nga se sipas tij ka raste të shumta kur mungesa financave u ka pamundsuar studentëve vazhdimin e studimeve, përkundër dëshirës dhe vullnetit për shkollim. Qëllimi i Rotari si klub, po dhe i shoqërisë tonë në Ferizaj, është që kriteri i gjendjes ekonomike të eliminohet nga shoqëria, edhe dëshira jonë më e madhe është që të ngrumbëllojmë sa më shumë bursa të holla nga bizneset, nga të gjithë, në mënyrë që në të ardhmen jo t'ja plotësojmë dikujt që është me kushte ekonomike, mirë po pse jo ndonjë master apo doktoratur për dikon të veçantë, për arsye se kemi student mrekullueshëm Ferizaj, t'i dërgojmë dikon jashtë, domethënë pse e meritojnë e jo për shkak të gjendjes ekonomike. Vlera mujore e një burse do të jetë 50 euro dhe do të jepet për 10 muaj, gjithsesi për periudhën tetor 2016 korrekt 2017. Studentët që dëshirojnë të jenë përfitues të bursave të dhuruara nga klubi Rotari mund të aplikojnë nga 31 tetori deri më 15 nëntor.